Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadithin e sotëm e transmeton Ebu Hurajra radiallahu anh, I cili thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. Derisa një njeri, një burr ishte duke ecë një rrugë, hasi në një deg me thera, me gjemba, dhe ai vendosi që ta largoj atë deg nga rruga, që të mos bëhet pengesë, dhe Allahu I madhruar I pranoi atë mund e I fali gjunahet. Që përfundon fjalia e parë e hadithit. Pastaj vazhdon Ebu Hurajra thot, pastaj tha I dërguari sallallahu alaihi wasallam, Ash-shuhada'u khamsa. Shahidat janë 5 lloje. Shahidat janë 5 lloje. Thot el-mat'un, ai I cili vdes prej epidemisë, prej taunit, wal mabthun, ai I cili vdes prej smundjeve të barkut, wal mahdum, ai I cili vdes në ranoja, pra rrëzohet diçka edhe e zen përfundre, si rjedhoj ose si pasoj vdes, wal ghariq, ai I cili mbytet në ujë, wash shahidu fi sabilillah, dhe ai I cili vritet në rrugën e Allahut. Pastaj vazhdon Ebu Hurajra thot, pastaj vazhdoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thonë, لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. Sikur ta dinin njerëzit se çfarë vlere ka thirrja e ezanit dhe safi I parë. E pastaj do të mrinin të gjithë për një herë, por nuk do të gjenin mënyrë qysh me ezan safin e parë, ose edhe ezanin me e thirr, përveç se duke qitë shart, ata kishin me qitë shart. Walau ya'lamu an-nas ma fi at-tahjiri lastabaku ilayh. Po sigur ta dinin njerëzit edhe çfarë vlere ka me ardh herët në xhami, edhe aty do të bënin gara. Dhe walau ya'lamu an-nasu ma fi al-'atamati was-subhi min al-ajri la atawhuma walau habwan. Dhe sigur ta dinin njerëzit se çfarë sevapi, çfarë shpërblimi ka në prezantimin në namazin e yacis dhe në atet të sabahut, do të vinin në xhami qoftë edhe zhagaz, qoftë edhe duke u zhagit. Çto përfundon hadithi. Hadithi s'kem nevojë me vlerësu, për shkak se është në koleksionin e Buhariut, edhe aty s'kemi çka me u lodh, me mendu për vërtetësinë edhe autenticitetin e hadithit. Sikur se po e vrejmë, hadithi I prek 3 tema të rëndësishme shumë, edhe tregon se Allahu I madhruar njeriut për secilën vepër I jep hakun, I jep shpërblimin. Sado e vogël që t'jetë vepra, megjithatë njeriu kur e bën veprën me motiv fisnik, ai nuk mbetet pa u shpërbly. Rasti I atij burrit I cili duke qenë se ka qenë duke ecë në një rrugë dhe e ka has në një pengesë, në një deg me gjemba, me thera, edhe e ka largu. Ai ka mujtë vetë me kalu atë, pa ndonjë telashe. Mirë po e ka largu vetës pengesën, po ja u ka largu edhe të tjerëve. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa shakara Allahu lahu fa ghafara lahu. Allahu ja pranoi atë mund, po njëkohësisht edhe ja fali gjunahet. Edhe kjo është një vlerë shumë e madhe, për arsye se nëpërmjet kësaj e kuptojmë se Allahu edhe për gjëra të vogla shpërblen shumë, se funit Allahu të madhruar kur gjë nuk I kushton, edhe po që se do t'i shpërblente shumë të gjithë njerëzit pa përjashtim. Dhe jemi të bindun duke I pas parasysh shumë dëshmi edhe nga Kurani,
edhe nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se për një mend Allahu kur shpërblen shumë. Kur ndëshkan, kur i merr njerëzit edhe i trajton për shkak të gabimeve që kanë bë, nëse nuk i fal, i trajton me drejtësi. Ndërsa kur njerëzit bojnë vepra të mira, kur t'i shpërblen Allahu, i shpërblen me mirësi. Mirësi e cila e te i kalon shumë nivelin e drejtësisë. Kjo fjali, kjo pjesë e hadithit e konfirmon edhe atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka folë për degët e imanit, që ka thonë janë 60 e disa ose 70 e disa, më e larta është dëshmia dhe konfirmimi se nuk ka të adhuruar përveç Allahut, dhe më e ulta është imatatul adha anit tariq, të largosh një pengesë nga rruga. Andaj të largosh pengesë nga rruga është rregull prej rregullave të Islamit, është etik prej etikave të Islamit, dhe besimtari në vazhdimsi duhet me kon i pajisun me këtë virtyt. Edhe në shtëpi, edhe në xhami, edhe në rrugë, edhe kudo që tjetë, ai leçës do të me qitë pengesa, mirë pa ai do të me largu pengesa. Fjalia e dytë flet për llojet e dëshmorëve, për llojet e shahidave. Ash-shuhada'u khamsa. Shahidat janë 5 lloje, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fjala shahid e që edhe në gjuhën tonë përdoret fjala dëshmor, kuptimi është shumë i përafërt, shumë i sakt, dëshmor edhe shahid. Pse quhet shahidi? Thot shahidi quhet për shkak se ai edhe Allahu me shpallje edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hadithe dëshmon se shpërblimi i tij është i konfirmuar. Shpërblimi i tij është i pa diskutuar. Disa tjerë thonë se shahidi quhet shahid dëshmor për shkak se ai vetë më njëherë pasi që të bie shahid e përjeton hymjen në xhennet edhe e përjeton shpërblimin e madh. Sido që tjetë, është vlerë e madhe dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith tregon për 2 kategori të shahidave. 2 kategori janë, kategoria e parë janë shahidat e dunjas, që janë 4 të parët që përmendën. El mat'un, ai i cili vdes prej epidemisë, prej taunit. Çfarë do lloj epidemie e rënd që njerëzve u sjell mes tjerash edhe vdekje, llogaritet shahid. Pastaj el mabthun, në mënyrë të veçantë, ai i cili vdes prej smundjeve të barkut. Disa dietar kanë përmend smundje të caktuara, mirë po sipas gjitha gjasave nuk ka pengesë me konsideru se çdo lloj smundje dhe komplikimi i barkut, i cili ja sjell njeriu të vdekjen, e bën atesh meritor për me qenë shahid. Pastaj është ai i cili vdes në ranoja, rrëzohet një ndërtesë ose një mor ose një diçka, si pasojë e punëve, si pasojë çka do të qoftë, ai i cili vdes në atë gjendje llogaritet shahid, edhe el ghariqu shahid, edhe ai i cili vdes në ujë. Dietarët i kanë përmend këto gjëra para se me kalu ai shahidi i ahiret, i dunjas, se këta janë shahidat e ahiretit. Dietarët e kanë përmend se mbase shpërblimi edhe nderi i madh që Allahu u jep këtyre njerëzve është për shkak të vujtjeve të mëdha që i përjetojnë me rastin e vdekjes. Pra, me vdekjet natyrshme, pa vujt shumë, njeriu shpërblehet për veprat që i ka bërë për kështu me radhë, ndërsa me vdek duke vujt shumë, ai do të shpërblehet edhe për mënyrën e vdekjes, madje do të trajtohet si shahid. Pse po them shahidat të dunjas, shahidat të ahiretit? Për shkak se këta në dunja, qëta njerëz, ai cili ka vdek prej epidemisë, ai cili ka vdek prej smundjeve të barkut, ose prej ranojave, ose që është mbyt në ujë, këta trajtohen në dunja, pra prej anës tonë trajtohen sikur të vdekunit e rëndëmt. U lahet xhenazja, qefinosen, u falet xhenazja e kështu me radhë. Dhe lloji i 5 është shahidi i luftës. Ai i cili vritet në rrugën e Allahut fuqiplot, e ai quhet shahid i dunjas. Pse? Për arsye se ai edhe në dunja trajtohet si shahid. I vramin luftë, shahidi i betejës, ai nuk ka nevojë me ala xhenazën, s'ka nevojë me mbështjell me qefin, por do të thonë varroset me ato tesha me të cilat ka qenë veshun,
duke largu vetë gjanat e panevojshme. Varroset me ato teshat të gjakosuna, si kurse ka qenë gjendjen kur është vra. Edhe i falet gjenazja. Dhe udhëzimi i fundit që e dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si kur ta dinin njerëzit vlerën e ezanit edhe safit parë, kishin me ushty kush po e ka pa të vlerë. Nëse s'kishin gjetë mënyrë tjetër kush me e ba atë punë, ose kush me u fut në saf të parë, thot e s'kishin gjetë tjetër vetë se me qitë short, do të qitnin edhe short për me e arrit atë vlerë. Shorti, sikur se e dim, është i lejum në islam. Me qitë short, kush po e fiton një gja, është e lejume. Mirë, po shorti nuk bëhet me, sikur se e keq kuptojnë disa, me baste të ndryshme, e me që thojnë a lidhëm me pare, a lidhëm me këto, ato e në të ndalume, ajo është haram. Po shorti, dy njerëz të barabar, dy njerëz konkurent, s'ka asnjë mundësi tjetër qyshme i dhonë për parësi njonit, shorti është mundësi e pranume. Kjo e dëshmon vlerën e thirrjes së ezanit dhe vlerën e namazit në safin e parë. Po gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur ta dinin vlerën e ardhjes herët, edhe aty do të bënin gara. Aty s'ka nevojë me qitë shart, për arsye se me ardh herët nuk ka diçka të kufizuar edhe të caktuar. Safi i parë e ka numrin e kufizuar. Për shembull, këtu në xhamin tonë s'munën 50 vetë me një saf të parë, se i zanë 22-3 vetë, s'në zanë ma shumë. Ata dy, për shembull, me u bo 25, do të me qitë shart. Kur vinë për një herë është fjala, jo kur vinë njëri mas tjetrit. Ndërsa për me ardh herët, do të bënin gara kush po vjen ma herët, edhe fjalia e fundit, thotë sikur ta dinin çfarë shpërblimi ka prezantimi në namazin e jacis, edhe në namazin e sabahut, në xhami. Po të mos kishim pas mundësi me ecë, do të vinin duke u zvarrit. Kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vlera e madhe, sevapi i madh i prezantimit në jaci edhe në sabah e te i kalon mundësinë njerëzore. Me këshyr juridikisht, ai i cili s'munët me ecë, s'ka nevojë me ardh të u zvarrit në xhami. I themi falun shpejt se je smut, ose je i lëndum, ose je kështu. Mirë po me e ditë njeriu çfarë vlere ka, ai masanej edhe duke u zvarrit nuk e kish lënë prezantimin në namaz të jacis edhe të sabahut. Paramendo njeri i shnosh, i cili nuk është i smut, mundet me ecë, xhamin nuk e ka çaq larg, funit e ka edhe kerrën. Për ndonjë arsye të lehtë ose pa arsye fare me lënë prezencën në namazin e jacis edhe të sabahut sidomos, ai faktikisht e ka privu vetën prej një mundësie shumë të madhe për me përfitu. Allahu shpërbleft, wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.